Një ngjarje e ndodhur në qytetin e Vlorës, që në fillim u raportua si një vetë plagosje rastësishme, ka marrë një tjetër zhvillim pas hetimeve të kryera nga policia lokale. Forcat e rendit kanë gjetur dhe sekuestruar armën e zjarrit që dyshohet se u përdor nga 36 vjeçari me inicialet OA, i cili u vetë plagos në këmbë në rrethana ende të paqarta. Pas analizimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë dhe marrjes së dëshmive, hetuesit zbuluan se pas ngjarjes, shoku i të plagosurit, shtetasi me iniciale GM, kishte marrë armën dhe e kishte fshehur në një pranë vendit të ngjarjes mes disa shkurreve dhe luleve. Në vendin ku gjet arma u sekuestrua gjithashtu një gëshoj, ndërsa armës i mungonte leja e mbajtjes. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur si shkallët e varrizave të dëshmorëve, ku pas incidentit 36 vjeçari nuk njoftoi policin, por shkoi vetë në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Në përfundim të hetimeve, policia arrestoi të dy personat e përfshirë, OA për mbajtje pa leje dhe GM për fshehje të provave, moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Materialet ju referuan prokurisë së Vlorës, ndërsa policia po vejon hetimet për të zbuluar motivet që çuan në përdorimin e armës dhe nëse ngjarja lidhet me ndonjë konflikt të mëparshëm.